Të pezullosh një ministër nuk do thot të pezullosh një funksionar publik të cili do nivel. Atë, ndërkohë, mund ta bësh sepse ja bën punën dikush tjetër, por do të thot të asgjësosh pa afat një autoritet me fuqi ekskluzive vendimmarrëse. Që ta din të tërë, nëse ministri pezullohet, zëvendës ministri nuk e ushtron dot autoritetin ekskluziv që kushtetuta ja jep vetëm ministrit për të përfaqësuar sektorin edhe në Këshillin e Ministrave dhe për t'i propozuar qeverisë vendime thuajse të përjashme për ecurinë e sektorit apo sektorëve. As nuk dua t'i hyj fare dokrave dhe teorive konspirative për psen e kësaj betejë ligjore. Se kush nuk do të kuptoj se sa e thjeshtë është dhe që këtu s'është fjala as për Belinda Ballukun, as për mua e për qeverinë sot, po është fjala për mbrojtjen sot e për gjithnjë të kufive kushtetues mes pushteteve, atëherë nuk ka se si e kupton. Ose pastaj ja do puna e vet dritë shkurtër që të mos e kuptoj. Kështu që për ta mbyllur si palë në proces, që përfaqësoj kryeministrinë, jo shtëpinë time, që përfaqësoj interesin shtetëror dhe publik të funksionit tim të përkohshëm, jo interesin vetjak të ministres pezulluar, dua t'i kujtoj tërve një gjë. Detyrimin për të sqaruar opinionin publik lidhur me çështje në interes të publikut apo me qëndrimet e mia institucionale, unë e konsideroj të panegociueshëm. Qoftë edhe kur bëhet fjalë për një proces apo vendim gjyqësor, për cilin opinioni publik është interesuar të di qëndrimin tim. Dhe prandaj e konsideroj dhe një detyrim të pandalueshëm. Nuk pandalon dot mua askush dhe për asnjë arsye që t'i shpjegohem atyre që më kanë vënë në këtë detyrë. Ndërsa ata që s'kan asnjë ide për mënyrën si unë funksionoj në raport me detyrimet e mia ndaj vendit dhe ndaj atyre njerëzve, mund thonë çfarë të duan. Mua nuk më mbetet vetëm të përsëris urimin tim që gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë t'ia kursej Republikës Shqipërisë shpikjen e një risie totalisht të pamirëseardhur në historinë e drejtësisë demokratike europiane, apo edhe botërore po doni.